Edhe pse e diel një ditë që për shumë të tjerë është pushim, Arvjo Fishta u gjend në punë në krye të detyrës, por fatkeqësisht do të ishte një diel fatale për jetën e 38 vjeçarit që ra në kontakt me rrymën elektrike derisa punonte për riparimin e një defekti të internetit në lagjen Salo Halili. Ngjarje që tronditi dëshmitarët në vendngjarje dhe mbar opinionin publik. Arvjo ushtronte prej vitesh edhe profesionin e psikologut të një prej shkollave 9 vjeçare të rrethinave në Shkodër. Babai 2 fëmijëve dhe bashkëshorti përkushtuar, ai ishte gjithashtu më herët pjesë edhe e komunitetit të sportit. Si shumë të tjerë, për të siguruar më shumë të ardhura dhe kushte më të mira për familjen e tij, ai angazhoi paralelisht në shtrimin e linjave të internetit që e bënte gjatë kohës së lirë. Fatkeqësisht dita e punës së kësaj të diele të 9 nëntorit do të rezultonte fatale për 38 vjeçarin që la pas një shembull pozitiv. TV1 Channel i shpreh ngushëllimet familjes Fishta dhe të gjithë miqve të njohurve të Arvjos.